Gazeta Jordan Times, e njohur për lidhjet e saj me oborrin mbretëror në Oman dhe si një paralajmëruese e hershme e lëvizjes perëndimore në lindjen e mesme, raportojnë mbi vizitën e papritur të mbretit Abdullah në Shqipëri, Maltëzi dhe SBA. Vizita në Tiranë është pasuar nga takimet e nivelit të lartë me presidentin Bayram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, ndërsa menjëherë pas takimeve në Ballkan, mbreti Abdullah fluturoi drejt Washingtonit, ku do të pritet nga presidenti Donald Trump. Ndërsa presidenca shqiptare bëri të ditur se bisedimet me mbretin Abdullah janë fokusuar tek marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet rajonale, zyra e kryeministrit Rama nuk dha detaje mbi përmbajtjen e diskutimeve. Kjo mungesë transparence ngre pikpyetje mbi çështjen e ndjeshme të refugjatëve palestinez. Situata humanitare në Gaza është bërë kritike pas shkatrimeve të mëdha nga operacioni 2 vjeçar i ushtrisë izraelite. Jordania ka deklaruar hapur mundësinë për të pranuar më shumë palestinez, duke theksuar se tashmë vendi është i tejmbushur me refugjatë që kanë ndryshuar dramatikisht balancën demografike dhe politike të mbretërisë. Në këtë kontekst, ideja kontroverse e Trump për të boshatisur Gazën dhe për ta kthyer atë në një resort turistik luksoz është e njohur botërisht, madje u promovua edhe nga një video provokuese në faqen e tij zyrtare e krijuar me inteligjencë artificiale. Megjithëse as Trump dhe as Netanyahu nuk mund të dëbojnë me dhunë banorët e Gazës, shkatrimi i infrastrukturës po i detyron ata të largohen drejt vendeve të tjera. Burime diplomatike kanë aluduar prej kohësh për Shqipërinë si një mundësi konkrete për strehimin e një numri të madh refugjatësh palestinez. Ermir Gjinishi, njohuesi mirë i lindjes së mesme, deklaroi në emisionin Zonë e Lirë se bëhet fjalë për ardhjen e rreth 100.000 refugjatëve palestinez, që u mohua menjëherë nga kryeministri Rama. Megjithatë, vizita e mbretit Abdullah dhe detajet që ai pritet të diskutojë me Trump në zyrën ovale mund të sjellin më shumë qartësi mbi këtë çështje sensitive. Sipas një burimi pranë qeverisë shqiptare, Rama nuk e ka refuzuar kategorikisht idenë e pritjes së refugjatëve palestinez, duke synuar të sigurojnë mbështetje nga administrata Trump. Gjithçka pritet të bëhet më e qartë pas takimit të nivelit të lartë në Shtëpinë e Bardhë.